Ka ndryshu shumë për rritjen e një fëmijës në Kosovë. Për shembull, fëmija i shoqës teme ka telefonin e fundit. Modelin e fundit, do me thonë, ndërkohë nëse 23 vjeqare, kam një model që ka dollë para 3-4 vjetë. Edhe veç me menu që do të mja plëcu krejt që ato kushte, se ndryshë njëhet inferior ndaj tjerëve fëmijë, të kap një farë të frikë edhe mu po prendë sëtë në Kosovë. Nino, në jam që të kishton, e pëse na që shurëtëm juve. Po, ta në të mirë. Adho menaj që gjendet mënyrat, edhe kur ka fëmi edhe të një ma vonë, unë e ma heret kom menu që shtu mi pas ma pak fëmi, dhe më thonë veti kom 2, po tash për shamull, menoj që ma shumë fëmi është ma mirë, në kuptimin që edhe kanë mundësimat maja si familje, ka mundësimat maja familja edhe më zhvillu, edhe ma vonë, dhe më thonë, me përkra një tjetrin, edhe nëse ka një, e dim familjet e mëdha, dhe më thonë, kër i kanë 7-8 veta, dikush është jashtë i përkra këto, dikush e qelë një biznes, kë e përkra ato, e bojnë nisan bashke, kitë të në kohën përkra e shumë atë madhe. E masit kena ty babë, atë kanë orë në kohën e dunëzë? Masit kena ty babë, unë e babë, po qikat e mija, edhe pse këshit mujtë më konë qikat e mija, dhe më thonë, ti sa vete ki? 28? 23. 27. 28, dhe më thonë i ki që tash, i bjen që... Nëse ishe martu heret, po... Dhe më thonë me 19 vjetë nëse kësha bu një fmi, po, kështë qenë qika e jame. 3 atë po bëshit më konë qikat e mija. Së më që ke pjesa, je ka një gachën bashkë atë ko që tojna i ke pas krejtë sanët në vi, se mi. Ja, kur se ki sanët në vi. Gabim është me mendu që me i bo sanët në vi për me pas fmi, edhe për i modët, kur i modë diska është e vërtet. Ja, s'ka qenë plan. Asë fmija i parë, asë i dytë, s'ka qenë planifikum, bile edhe të ne martese e kemi bo mas fmis dytë. Edhe pësa na kemi jetu bashkë, kemi ditë që kemi me qenë bashkë edhe krejt, për që të arsye, do më thonë, nuk ka qenë vendim më marë për fmi, po, do më thonë që nëse pret më konë krejt sanet gati, si ki sanet gati edhe kur i ki 70 vjetë, edhe 80 vjetë. Do më thonë, gjithmonë ki arsye, pëse mos me pas fëmi, po një prej saneve kryesore që e përcakton lumëturin e njerëzve edhe jetë gjatësin e njerëzve dhe shëndetin e njerëzve në pleqni, janë lidhjet me njerëz tjerë. Së do më thonë veç me fëmi, po lidhjet me njerëz tjerë, do më thonë, sa kanë ata, sa në vetmum, sa kanë lidhje, nuk e përcakton as duhani, as ushtrimet fizike, as ushqimi, as kur gjohë sa për përcaktojke, do më thonë, sa janë të lidhun me, sa kanë komunitet, aty mundet me qenë me shoqni, mundet me qenë me familjar, me farefiz, do më thonë me fëmi, se edhe fëmijët edhe ashtu, kur rritin, kur i bojnë 18-19 vjetë, unë qëtash për shamu më ka ndodhë, që e ka nënshkru para dë dite djali jam, e ka nënshkru kontratën e parë për qira. Edhe e ka dalë po, stash me 19 vjetë. O, sa ndjeli mire shikja. Me 19 vjetë, po del e kështë gjithë një banes me qira, stash sot i merë qelësat, shkemi ja po banesën. Jo, së është zakonshme. Së është zakonshme, mu më ka ndodhë në vitin 99, dhe përdojnë se o kry lufta kom dalë me qira, pak e di që si ka ardhë shumë mirë prindve, po e kanë ditë që zgudzojnë asë më nga përmendat sen. Të kom dalë me qira, të më thonë me grunë që i kom bo fëmit, edhe njejtë, të më thonë edhe djallit për ndodhë që ashtu me një famën. Së është e zakonshme për këta se janë me një ven, kështu të pomenaj, se për njëve paremremi, tonë anës ta mënen Ferizaj, po dalë me qira në Ferizaj. E unë kom dalë me qira, bashkë kom qenë me qira, du më thonë diku 500 metra për i shpisë për ndve. Du më thonë edhe aty një do ke pak i qëdëqme, pëse s'po rinë këto, adëm po dhe se na kena dollë prizorit, po dhe për na kena dollë prizorit për shak studimeve të punës, amo mrena që ati qytete me dollë me qera, ku na i ki qika, me njerë kishtë thonë. Po, brenda qytete, qashtu i ndodhi edhe djallit, stashë mu do kësan interesant.